Pra kënga e këngëve, kapitulli parë, vargjet 5 deri 7, dhe do ta shohim edhe tek vargjet e tjera. Thot, unë jam e zezë, por e bukur, o bija të Jerusalemit, si çadrat e Kederit, si perdet e Salomonit. Mos shikoni se jam e zezë, sepse dielli më ka nxirr, bitë e nënësime janë zemëruar me mua, më kanë caktuar të ruaj vreshtat, por vreshtin tim nuk e kam ruajtur. Thuam, o ti që dashuron zemra ime, ku e kullot kopen dhe ku e le të pushoj në mesdit? Pse vallë duhet jem si një grua e mbuluar me vel pranë kopeve të shokëve të tu? Në rast se ti nuk e di, o me bukura e grave, ndiq gjurmët e kopes dhe kulloti kecat e tu pranë çadrave të barinjve. Flet djali tani. Mikesha ime, ti më ngjan si pela ime midis qereve të faraonit. Faqet e tua janë të bukura me ornamente dhe qafa jote me gjerdan margaritarësh. Ne do të bëjmë për ty gjerdan të artë me tokëza argjendi. Ndërsa mbreti është ulur në tryez, livanda ime përhap aromën e saj, i dashuri im është për mua një qeskë e vogël mire. A i do të pushoj tërë natën midis gjinjve të mi. I dashuri im është për mua një tuf lulesh alkane në vreshtat e En-Gedit. Okej, gati të zhytemi tani të shohim se çfarë na mëson fjala e çmuar e Perëndis. Së pari do të shohim dy aspekte, afirmimi dhe intimiteti. Nëse keni parasysh në botë, ekzistojnë në fakt në thelb dy lloj të kundërta histori dashurish. Modeli i Romeo dhe Julietës, ose Hirushës dhe Princit të Kaltër. Në këtë model të dashuruarit gjejnë dashurinë me shikim të parë dhe tensioni dramatik vjen nga faktorë të jashtëm që komplementojnë për t'i mbajtur larg njëri tjetrit. Modeli tjetër kemi Bukuroshen dhe Bishën, ku dy personazhet e urrejnë njëri tjetrin në fillim, por gradualisht ka përcejnë mospërqimin e tyre të ndërsjellë dhe rriten në dashuri. Historia e dashurisë që hasim te kënga e këngëve i përket llojit të parë, llojit të Romeos dhe Julietës. Vetëm te kapitulli i parë, vargje 2 deri 4, radhën e parë dëgjuam vetëm shprehjen e gruas, kur emocionin e saj dhe ndjesinë e saj e komunikoi. Dëgjuam shpërthimin e saj fillestar pasionant të dëshirës për burrin e saj, por deri këtu nuk kishim asnjë tregues se si ndjej ai tashmë në lidhje me të. A ishte dëshire ndërsjellët apo e një anshme, si një dashuri adoleshentësh që vdes e pa shprehur dhe më vonë mbetet vetëm një kujtim? Në pasazhin e sotëm, jo vetëm që mësojmë se dashuria është e përbashkët, por shohim dhe dashurinë e tyre të ndërsjellët që rritet përmes komunikimit të tyre. Dashuria është një marrëdhënie dhe si të gjitha marrëdhëniet e tjera, ajo duhet të ushqehet dhe të kultivohet nëse duam që të rritet në të vërtet. Nuk ndodh natyrshëm rritja, por duhet punë për ta mbajtur, për ta kultivuar. Kjo pjesë nga fjala e çmuar e Perëndis na ofron udhëzime dhe inkurajim nga vetë Perëndia, i cili dëshiron të na sfidoj, bind, drejtoj, ndërsa ndjekim marrëdhëniet tona romantike. Megjithatë, historia më e madhe, mos e harroni, e dashurisë nga të gjitha llojet, kënga e vërtet në jetën tonë, kënga e këngëve është marrëdhënia jonë me Zotin që na krijoi për vete. Si rezultat, ky fragment flet edhe për marrëdhënien tonë me Zotin dhe për ecurinë e intimitetit tonë me të. Jam e zezë, por e bukur, thot gruaja. Gruaja shpreh haptas frikën e saj se nuk është tërheqëse, sepse nuk i përshtatet asaj që njerëzit mendojnë rreth bukurisë së saj. Ajo është e zezë tek vargu 5. Këtu nuk ke të bësh me një tipar racor që e ka për shkak të familjes dhe etnisë së saj. Nuk është sepse kështu e ka prejardhjen, por vini resh një tipar shoqëror i cili ka ardhur për shkak, dhe ajo e thot aty, për shkak se ka punuar jashtë në vreshta ku shkëlqimi i ashpër i diellit ja ka errësuar fytyrën, duart, lëkurën e saj. Megjithatë, në të njëjtën kohë ka një notë sfide në zërin e saj, edhe pse mund të duket si material i errët dhe i ashpër që fiset beduinet të Kedarit përdorin për çadrat e tyre,
kur thot që është si çadrat e Kedarit, ajo deklaron se është ende e bukur si perdet e Solomonit, perde e murit të pallatit që do të kishin qenë kulmi i elegancës. Ajo vetë tregon dhe nuk heziton të tregoj për negativen e asaj që shef tek vetja e saj, por në të njëjtën kohë di të balancoj dhe pozitiven. Ajo nuk mbytet nga negativiteti. Ka shumë njerëz sot që mbyten nga negativiteti, duke thënë që sa e ndyrë, sa i keq jam, nuk ka asnjë gjë të mirë të mua, dhe fillojnë dhe humbasin në negativitetin. Më pëlqen shumë mënyra se si komunikon ky person, sepse mban një balancë për të parë me një sy të vërtet tek vetja, për të dalluar çfarë nuk ka mirë dhe për të dalluar çfarë ka të mirën. Interesante është që ne zakonisht kalojmë ose në ekstremin këtej ose në ekstremin tjetër, por kjo si person qëndron shumë qartë. Ajo nuk heziton të shprehë atë që ndjen për prejardhjen e saj të ulët. Dhe kjo është shqetësuese për qenin e saj, ndërsa krahason veten me vajzat e një niveli më të lartë. Ajo nuk e fsheh, ajo e pohon. Patjetër që e ka të vështirë, por nuk e fsheh nivelin e saj. Në kulturat e lashta, shenja e të qenë një grua e pasur ishte aftësia për të qëndruar larg diellit. Njerëzit e varfër punonin në fusha ku lëkura e tyre bëhet gjithnjë me errët, ndërsa gratë e pasura qëndronin brenda dhe mund të mbanin lëkurën e tyre të padëmtuar. Interesant si vin kohë, tani në botë pëlqehet kjo pjesa tjetër, njerëzit mezi dalin të marrin ngjyrën, të ekspozohen, dhe pjesa e të qenit komplet i bardhë pa pikën e diellit duket si negative. Por në atë kohë keni parasysh ky ishte konteksti. Gruaja jo vetëm që vjen nga një sfond i varfër, por vjen edhe nga një situatë e vështirë familjare. Po nga e kuptojmë këtë gjë? Vëzhgojini fjalën e Zotit. Babai i saj nuk përmendet kurrë. Dhe është e veçantë. Nuk është zakonshme kjo gjë. Babai i saj nuk përmendet kurrë tek libri. Dhe të afërmit e saj nuk përshkruhen këtu si vëllezër të saj, por si thot aty, bijtë e nënësime, që është një term për të treguar distancë. Nuk ka një afërsi shumë të madhe me familjen. Ajo nuk ka askënd që ta mbrojë, të sigurojë, por detyrohet nga familja e saj të punojë në vreshta, në vapën përvëluese të diellit. Thot, por vreshtin tim nuk e kam ruajtur. Në të njëjtën kohë, ajo nuk ka qenë në gjendje të mirëmbaj vreshtin e saj, domethënë trupin e saj. Ajo nuk ka qenë në gjendje të kushtoj kohën dhe burimet e nevojshme zhvillimit të pamjes së saj, siç do të kishte dëshirë. Ajo ndjet e shfrytëzuar, e shtypur si shërbëtore në shtëpinë e saj, duke pritur që princi i saj të vijë dhe ta çojë drejt një jete të re me bollëk dhe dashurim. Ku je? Lind pyetja. Megjithatë ajo nuk e lë veten të bjerë në trishtim për gjendjen e saj, ashtu siç mund të bëjnë shumë persona sot. Ajo gjen forcë për të parë realitetin e saj me syt dhe këndvështrimin e duhur, dhe mbajini mend mirë këtë. Ajo gjen forcë për të parë realitetin e saj me syt dhe këndvështrimin e duhur. Ajo sheh dhe vlerëson bukurinë që Zoti i ka dhënë. Megjithse është e trishtuar, nuk lejon që trishtimi të mbulojë çdo aspekt të jetës së saj. Ajo di të tregoj trishtimin, ndërkohë që vlerëson qartë atë që ishte dhënë, një balancim shumë i nevojshëm. Oh, sa shumë kemi nevojë ne, unë, ti, secili prej nesh, të jemi të balancuar në mënyrën se si veprojmë, se si e shohim veten tonë, të dim kur mos mërzitesh sepse thjesht të tha dikush një gjë që është e vërtet, por në të njëjtën kohë të mos të rritet unda për diçka tjetër që duket që e mirë. Vini re, është një interesante mënyra se si na përshkruan nga fjala e Zotit, kur ka një balancim kaq të mirë të asaj që ajo nuk e ka dhe e di që nuk e ka, me atë që ka. Një balancim i mrekullueshëm midis trishtimit që duhet ta ketë dhe është natyrshëm për ta patur, dhe asaj që ajo gëzohet që e ka. Tek vargu 7, gruaja nuk mpihet nga situata e saj, por çohet dhe vepron, është aktive dhe jo pasive në jetën e saj. Gruaja i kërkon të dashurit të saj t'i jap udhëzime në mënyrë që ta gjejë, ndërsa më parë përshkruante burrin si mbret. Vini re, tani është një bari që punon në fush me kopet e tij.
fokusi metaforës punës së bariut, nuk është thjesht roli bariut në kujdesin për kopen e tij, por në mundësi dhe sfidat që një stil i jetës së tillë paraqet këtij çifti në ndërtimin e një marrëdhënie. Është sfidë të kishe burrin bari. Si mund ta gjej ajo atë kur ai po lëviz nga një vend në vendin tjetër? Dashuria e gruas është e tillë që ajo nuk mund të pres, thjesht që ai të kthehet në shtëpi në fund të ditës. Ajo dëshiron të jetë me të dhe në mesditë. Në mesditë, në atë vap, kopet në përgjithësi shtriheshin në vend që të lëviznin përreth. Megjithatë, të qenit jashtë me të dashurin e saj, do të thotë ekspozimi i mëtejshëm ndaj diellit të fortë dhe të ashpër, gjë që ajo nuk e ka problem për shkak të dashurisë që ka aty brenda. Ajo nuk është si një lule mos më prek, por është gati të sakrifikojë pjesën e saj. Kjo gjithashtu do të thotë se do të jetë e ekspozuar ndaj rreziqeve shoqërore dhe mbajmënse shumë e rëndësishme. Ajo ka frikë se mos shihet si një grua e mbuluar tot aty nga barinjtë e tjerë. Për çfarë konteksti ka kjo puna e gruas së mbuluar? Tek Zanafilla 38 kemi shembullin e Tamarës, e cila vishet si prostitut, dhe në fakt ato që mbanin vele dhe endeshin midis barinjve, zakonisht nuk ishin gra me reputacion të mirë. Ato ishin zakonisht prostituta. Megjithatë, gruaja te kjo letër, te ky libër, është e gatshme të marrë atë risk nga njerëzit e tjerë që mund ta gjykojnë për reputacionin e saj, nëse vetëm mund të gjejë atë që do të jetë me të. E të ndryshe, le të më thonë njerëzit se jam kështu. E vërteta është që unë nuk jam e tillë, por jam e dashuruar. Përgjigja e burrit është e menjëhershme, inkurajuese dhe e ndjeshme ndaj shqetësimeve të saj. Ai fillon duke quajtur atë më të bukurin e grave dhe duke i dhënë udhëzime për ta gjetur atë, duke u përgjigjur kështu të dy shqetësimeve që ajo ka. Në fakt, toni i tij ngacmues dëshmon që ajo duhet të di saktësisht se ku ta gjej. Ajo thjesht duhet ta ndjek gjurmën që ai ka lënë. Mikesha ime i adresohet. Ai nuk po bën sikur e do. Ajo është për të personi më i afërt. Ai shpreh qartë vlerësimin që ai ka për të. Ai nuk ka hezitim të komunikojë atë që ai ndjen për të dhe ja thot haptas. Për më tepër burri e krahason atë me një pel midis qereve të faraonit. Çfarë është ky kuptim, themi ne? Dhe thoshte ti më ngjan si pela ime midis qereve të faraonit dhe ne qeshim. Në fakt, qëllimi i krahasimit është se ajo është si një nga kuajt mbretëror, shumë të dekoruar dhe shumë të përkëdhelur, të njohur si nga Egjipti, ashtu dhe nga Persia. A këta lloj kuaj që i përkisnin kësaj elite personifikonin lavdi, privilegj, bukuri, fisnikëri, përkëdhelje të veçantë. Vargje 12 deri 14 në fakt, gruaja u përgjigjet fjalëve pohuse të burrit me një shprehje të ripërtërir të dëshirës së saj për të. Gruaja dëshiron që distanca midis tyre, e cila ruhet në të gjithë këtë pjesë, të kapërcehet, të kalojë. Ajo dëshiron që ai të jetë si një degës, një qese me mirë që pushon midis gjinjve të saj gjithë natën, dhe era e mirës është shumë e këndshme. Si një degës me mirë, si një qese ku është mbledhur mira. Ajo e krahason të dashurin e saj me një tufë kënaje, mire, në vreshtat e En-Gedit, një vend si oaz në brigjet e detit të vdekur, i njohur për vreshtat dhe kopshtet e tij mbretëror. Në kontrast me mjedisin e thatë mos haroni të shkretëtirës përreth, i dashuri i saj është si një lule aromatike në mes të një kopshti, ku aroma e tij e bën të ndihet jashtëzakonisht mirë. Pra si e trajton kjo poezi të shirën tonë për dashuri? Kthehemi tani tek vlerësimi i bukurisë. Në radhë të parë ajo pranon hapur pas sigurinë tonë të thellë. Kjo grua deklaron, unë jam e errët, e zezë, por e bukur. Ajo po kërkon pohim. Ajo dëshiron që dikush të shohë dhe të dojë ashtu siç është, me pamjen e saj të dëmtuar nga moti, situatën e ndërlikuar familjare dhe gjithçka që e bën të jetë ajo. Interesante është që në kohën sot, vajzat djemt vuajnë për një imazh që nuk e kanë, jetojnë një jetë që nuk e kanë në rrjetet sociale, duke shfaqur veten sikur është dikush tjetër.
fshihen pas fotografive të punuara ose të tjera për të treguar realitetin e tyre. Por nuk është e tillë. Personazhi ynë që na mëson fjala e Zotit është i vërtet. Dhe mëso të tregosh edhe dobësinë tënde, edhe nevojën tënde, edhe trishtimin tënd, edhe backgroundin tënd, edhe atë që ti je në të vërtet. Dhe është një mësim për secilin prej nesh. Moda në bukurinë femërore mund të ketë ndryshuar, por shqetësimet për pamje dhe imazhin e trupit vazhdojnë të mundojnë shumë, mjaft njerëz edhe sot. Ka shumë njerëz që vuajnë për një imazh perfekt, duke u futur në për operacione të ndryshme, duke u futur në për çudira, kremrasha, kujt gjëra të ndryshme, për të shndruar, shpërfytyruar veten e tyre sepse kërkojnë një imazh më të bukur se ai që ka dhënë Perëndia. Ne i gjykojmë shpesh njerëzit në bazë të pamjes, duke i hedhur poshtë si të papërshtatshëm, këdo që nuk i përshtatet plotësisht standardet që ne krijojmë në mendjen tonë. Shpesh ndodh që ne krijojmë imazhe të një personi perfekt në mënyrë që të lidhemi me të. Ne pohojmë një ungjill që na shpall të gjithëve të thyer, ne themi po, unë jam mëkatar, unë kam i përsosur, unë jam shumë i thyer, por të dashur. Dhe themi se po kërkojmë dikë që do të na dojë me të metat tona shumë të vërteta. Por lind pyetja, a je gati ti të duash dikë tjetër? Po kështu. Ne shohim pjesën që, themi, unë nuk jam i përsosur. Unë kështu jam me dobësitë e mia, kështu ndodhem, kështu jam formuar. Për personin tjetër, a presim të njëjtën gjë? Ndonjëherë na duket sikur personi tjetër duhet të jetë shërbëtori ynë, duket sikur personi tjetër të na mirëkuptojë, por ne kurrë nuk bëjmë përpjekje më të vogël për ta mirëkuptuar. Problemi shpesh qëndron në idhujtarinë e zemrës sonë dhe në egoizmin tonë. Ne po kërkojmë një partner martesor që do të na bëjë të dukemi mirë në vend të një mëkatari tjetër për ta dashur dhe për t'i shërbyer. Kënga e këngëve na fton të hapim sytë dhe të shohim përtej stereotipeve kulturore të bukurisë që krijon bota, për t'i dashur njerëzit për atë që janë, jo vetëm për pamjen e tyre të jashtme, jo vetëm për falsitetin, por për atë që janë në të vërtetë. Në fund të fundit, bajmë mirë nëse cilësia e parë që kërkojmë të ketë një bashkëshort dhe kjo duhet të jetë, është dashuria për ungjillin dhe Zotin. Atëherë duhet kemi të qartë se disa nga kandidatët më të mirë për martesë nuk do të kenë një të kaluar të pastër, të bukur, pa probleme. Mbaj mend, nëse ti kërkon që cilësia e parë e një personi është që të jetë besimtar, i vërtet të dojë Zotin, mos prit që e shkuara e ti, që nga ai moment që ti e ke takuar, ti jetë e përsosur. Por vlerëso dëshirën dhe pasionin e ti për Zotin. Kjo duhet të jetë cilësia e parë. Ajo që vlen të kërkosh së pari është që personi të ketë një dashuri të thellë për Perëndinë, që është i vetë farkëtuar nga përvoja e mëkatit të tij, ku mëkatet e tij të mëparshme e kanë quar të këmbët e kryqit. Mos harroni për shembull kur po shohim nga letra e Romakëve në këtë seri që kemi, si tha dhe vetë Zoti Jezus, kujt i është falur shumë, do shumë. Prandaj mos harro, përvoja e mëkatit të shumë njerëzve ka nevojë të na farkëtoj, të na punoj për të na çuar në dashuri të thellë me Perëndin. Dhe këtë kërko dhe vlerëso tek personi. Ne duhet kërkojmë dikë tek i cili errësira që ai ka pasur të ketë ndezur një dashuri të thellë për bukurinë e Krishtit, që pasioni dhe zemra e tij të rrahë për Krishtin, dhe kur ti të dëgjosh historitë e kaluara të personit të zhytur në mëkat dhe ai të hap zemrën tënde, mos e vish atë person thjesht me të shkuarën e tij, por mos harro të tashmen e tij kur ai do Krishtin. Këto pasazhe nga fjala e Zotit na tregojnë që të gjithë njerëzit kanë një të kaluar në mëkat, edhe ti. Nuk janë të përsosur dhe të gjithë kërkojnë për afirmim nga të tjerët, edhe ti. Deklarata e gruas u bëhet bijve të Jerusalemit, banorëve të sofistikuar të qytetit që e rrethojnë, shikimit të cilave ajo e ka frikë
se do t'jetë po aq i ashpër sa dhe vetë dielli i lindjes së mesme që është shumë i ashpër. Po megjithatë, ne kur nuk arrim të dëgjojmë se çfarë mendojnë ato për të. Kjo ju drejtohet o bija të Jerusalemit, por nuk na flet kënga e këngëve në këtë aspekt, në këtë pjesë, se çfarë thon ato për këtë, sepse nuk na intereson, nuk i intereson kësaj se çfarë mendojnë të tjerat. Në fund të ditës nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerat për të. Ajo që ka rëndësi është ajo që i dashur i saj mendon për të. Dhe për të ajo është më e bukur nga gratë. Burri nuk i hedh poshtë, nuk i neglizhon frikrat që ajo ka për pamjen e saj, si jo shpirtërore dhe qesharake. Nuk tallet duke thënë, sa e dobët je ti. Vetë Biblia na tregon që gratë, vajzat, janë si enë më të dobta. Zoti ka bërë burrat enë pak më të fortë dhe gratë i ka bërë enë pak më të dobta. Dhe fjala e Perëndisë i urdhëron burrat për të dashur dhe për të kujdesur për enën më të dobët. Burri nuk i hedh poshtë, nuk i neglizhon frikrat që ajo ka. Ne si burra duhet mësojmë të mos nënvlerësojmë, të mos i neglizhojmë frikën që ajo mund ketë. Në vend të kësaj, ai u përgjigj atyre me mirësi, me fjalë që vazhdimisht pohojnë bukurinë e saj, si dhe kërkojnë të shtojnë atë bukuri me dhurata bijuterish. Ai nuk po thotë gjë se këto nuk janë të vërteta. Këto janë të vërteta, por ai fokusohet përsëri te pozitivja. Përmes fjalëve të tij, të pohimit dhe lavdërimit, ai ndërton atë dhe siguron për dashurinë e tij, pikërisht në atë zonë ku ajo ndihet më e pakëndshme, ku ajo ndihet më e dobët, ai përpiqet të tregojë për dashurinë e tij, për ta siguruar në dobësinë e saj. Zakonisht ky lloj kujdesi është tipik për fazat e hershme të para të një marrëdhënie, por ky libër na tregon se kjo duhet të vazhdojë derisa të jetojmë. Nuk është thjesht emocion, por vendim që zgjat përgjithmonë. A e dini se sa me zell fillon një lidhje, dashurie midis një vajze dhe një djali? Shumë. A e dini fatkeqësisht se sa prej tyre ndahen dhe divorcohen? Çfarë ndodhi? Ku shkoi ai zjarr dashurie? Sepse qëndroi vetëm si emocion, lindi si emocion dhe u thye si i tillë. Nuk pati vendimin që ta shoqëroj, nuk pati vendimin që ta formësoj, nuk pati vendimin që ta themeloj për ta mbajtur si një ndërtesë të fuqishme. Personi me të cilin do të martoheni, mbajini mend për ju që nuk jeni të martuar, nuk do të jetë perfekt. Dhe para se të martoheni, duhet të keni një ide të qartë për të metat dhe dobësitë karakteristike të personit. Duhet ta dish shumë qartë se kush janë dobësitë e personit. Në çdo marrëdhënie ka të meta, megjithatë duhet jeni ende në gjendje ta përshkruani bashkëshortin tuaj apo bashkëshorten tuaj si më të bukurën e grave ose më të rrhesin e burrave, sepse për ju kjo është pikërisht ajo që ai është për ty ose ajo që ajo është për ty. Për ty ai ose ajo është dhurata e mrekullueshme e Zotit dhe askush tjetër. Është ai person ose ajo person që Zoti ka bërë për të qenë për ty. Sa shumë kemi nevojë për këtë lloj afirmimi. As nuk duhet të ndaloni se thëni fjalë të tilla pasi të martoheni, dhe megjithëse ne jemi të rënë në mëkat dhe shumë egoist, duhet të punojmë fort për t'i nxjerrë nga goja jonë. Ne e marrim të mirëqen që e di personi, por duhet të mësojmë të ushtrohemi dhe nuk duhet të ndalojë ky mësim për secilin prej nesh, edhe për mua dhe për ty, që të mësojmë të ushtrojmë gojen tonë për të nxjerrë fjalë vlerësimi, për të nxjerrë të vërtetën, për të treguar dashurinë. Nuk duhet lënë gjithmonë e mirëqen, por duhet shprehur, duhet komunikuar, dhe fjala e Zotit na mëson sepse Zoti na ka krijuar si qenie që kemi nevojë të komunikojmë dhe si të tillë ne duhet ta ushtrojmë. Nuk është gjithmonë e lehtë. Madje është e lehtë ta marrësh të mirëqen se personi e di se ja ke thënë. Zoti ka krijuar fjalët, gjuhën si një mjet shumë i rëndësishëm komunikimi.
Miq, me anë të gjuhës, me anë të fjalës ne nxitim ose dekurajojmë, ne ndërtojmë ose shkatërrojmë. Sa shumë rrugë kemi për të bërë për të rritur, që të mësojmë të shprehim afirmimin ndaj njëri tjetrit. Fjalët e pohimit kanë fuqi të jashtëzakonshme në çdo marrëdhënie dhe askush tjetër nuk e formon pikpamjen tuaj për veten më shumë se sa bashkëshorti ose bashkëshortja juaj. Dëgjojeni mirë dhe një të pjesë. Fjalët e pohimit kanë fuqi të jashtëzakonshme në çdo marrëdhënie. Dhe askush tjetër, asnjë person tjetër, nuk e formon pikpamjen tuaj për veten tënde më shumë se sa personi që ti je i martuar ose do të martohesh. Nëse bashkëshorti ose bashkëshortja juaj thot se jeni e bukur, atëherë do të ndiheni të bukur. Kjo nuk duhet të jetë thjesht kompliment për të manipuluar, por duhet jetë bindje që duhet ta mësojmë, ta komunikojmë. Dhe është një bindje që ushtrohet, që forcohet, që nuk lihet e mirëqen, por që punohet. Dashuria dhe komunikimi janë si bim që na janë besuar nga Perëndia. Janë një bekim nga Zoti që duhet kultivuar dhe punuar, vetëm kështu rritet e shëndetshme. Dashuria dhe komunikimi shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Nga ana tjetër, nëse bashkëshorti ose bashkëshortja juaj ju shkatëron vazhdimisht detallet, kjo do të krijojë një boshllëk në shpirtin tuaj që asnjë person, apo asnjë gjë sukses, apo dhuratë, apo çfarëdo gjë tjetër nga dikush tjetër nuk mund ta mbush. Bashkëshortja apo bashkëshortja është personi që mund t'ju ngrejë i lartë, më tepër se kushdo tjetër në këtë botë. Por njëkohësisht është po ai person që mund t'ju shkatërrojë më tepër se kushdo tjetër. Personi që ti po martohesh, ose që do të martohesh, ose që je i martuar, ka çelësat për të ndërtuar, por ka dhe sekretin për të shkatëruar jetën tënde. Zoti na ka krijuar për të ndërtuar dhe nxitur njëri tjetrin. Egoja, mëkati tek ne, natyra e mishit na udhëzojnë drejt rrugës tjetër për të mos e vlerësuar dhe shumë herë, madje edhe për ta shkatëruar. Perëndia e krijoi martesën midis një burri dhe një gruaje, që në fillim dy njerëz që bëhen një mish i vetëm të bashkuar në pikpamje, duke ndërtuar njëri tjetrin me fjalë që inkurajojnë dhe pohojnë gjatë gjithë jetës së tyre. Megjithatë gruaja tek kënga, tek libri jon, nuk dëshiron thjesht të admirohet dhe të lavdrohet për pamjen e saj, sikur të ishte një kukull në madhësinë e njeriu. Fatkeqësisht, shumë vajza janë zhndruar sot në këtë realitet dhe mezi presin të shohin sa like dhe sa komente juaj janë bërë në rrjetet sociale. Por ky personazh i jon dëshiron intimitetin e vërtet, me të dashurin e saj, një intimitet që ka përcen hendekun midis qenieve të tjera njerëzore. Është një dashuri shumë e veçantë. Dashuria midis burrit dhe gruas është shumë e veçantë. Imagjinoni pak, ti rritesh nga një familje që kur vjen bebe, mëson, rritesh, formohesh dhe befas vjen dikush në jetën tënde që ka për të bërë personi më i dashur për ty, që ka të bërë personi ku ti do të ndash jetën tënde. Do të krijosh familjen tënde, do të kesh fëmijët e tu, dhe ky person do të jetë personi që ose do ta bekojë shumë jetën tënde, ose do ta nxjijë dhe shkatërrojë shumë jetën tënde. Ajo dëshiron të jetë me të në punën e tij gjatë ditës dhe ta lërë të flejë në krahët e saj gjithë natën. Ajo nuk po punon për një karrierë të saj dhe ky një karrierë tjetër të veçantë dhe thjesht ndajnë shpinë. Ata duan të jenë së bashku me njëri tjetrin. Bibla na tregon se nuk është mirë që një burr të jetë vetëm, tek Zanafilla 2:18, dhe e njëjta gjë vlen edhe për gratë. Ne nuk u krijuam për të jetuar vetëm, por për të ndjekur intimitetin me njëri tjetrin. Edhe pse Zoti u ka dhënë disa njerëzve dhuratën e beqarisë si një thirrje, sepse ka njerëz që do të jenë beqar, shumica e njerëzve janë të thirrur të gjejnë intimitetin e tyre më të thellë përmes marrëdhënies së martesës. Çdo lloj marrëdhënie që përdor mjetet që na ia dhanë për martesë dhe i zhvendos jashtë saj, ka për të na dëmtuar shumë fort, madje shkatruar. Dëgjoj mirë të pjesë. Çdo lloj tjetër marrëdhënie që përdor mjetet që na janë dhënë për martesë dhe i merr këto mjete dhe i zhvendos jashtë martese, ka për të na dëmtuar shumë fort dhe shkatruar.
Intimiteti do të jetë i shëndetshëm kur të jetë brenda martesës. Jashtë martesës intimiteti mund të duket tërheqës, sepse vetë intimiteti është i tillë, i krijuar nga Perëndia vet, por shkatërues dhe thellësisht dëmtues nëse zbatohet jashtë martese. Personi që do të shkatërohet je ti. Mos e harro këtë gjë. Martesa është kështjella e sigurt, ku intimiteti lodron, vallëzon, kënaqet, rritet, forcohet, zbukurohet. Një intimitet jashtë kështjellës mbrojtëse të martesës do të lëndojë sepse mungon besëlidhja. Martesa është një besëlidhje midis një burri dhe një gruaje, ku vetë Perëndia, krijuesi i universit, është dëshmitari kryesor dhe ti jep fjalën për besnikëri Zotit së pari dhe bashkëshortit apo bashkëshortes së dyti. Nëse intimiteti do të ishte bima, martesa do të ishte si dielli, toka, uji, bimën. Pa këto gjëra, ajo nuk do të jetonte e shëndetshme dhe nuk do të jetonte madje gjatë. Kur Zoti na krijon me një dhuratë të veçantë, me dhuratën shumë të çmuar të virgjërisë. Kur Zoti na krijoi në barkun e Nënës dhe na solli në këtë jetë, na krijoi me këtë dhuratë, me dhuratën e virgjërisë, e cila është e destinuar, e projektuar nga Zoti vet, ti dhurohet vetëm një personit të veçantë, personit që ti je i martuar. Jo person që do të martohesh, jo ati të ëndrave të tua që ti e takon rastësisht në një çast, por ati që je i martuar. Personit që ke bërë beslidhjen e jetës derisa vdekja t'u ndaj, vetëm ati personi duhet dhe i takon kjo dhuratë. Jetojmë në një botë e cila keq përdor këtë dhuratë të vetme dhe të veçantë që Zoti na ka besuar secilit prej nesh në mënyrë të shenjtë. Kjo botë të nxit ta përdorësh si të duash ti, por mos harro, kjo dhuratë nuk është për ty, por të është besuar për tjetrin. Kjo dhuratë që e ka tjetri, edhe ajo që ka tjetri do të jetë për ty. Domethënë ty të është besuar për ta mbajtur këtë dhuratë të çmuar dhe të shenjtë, derisa të vi momenti për t'ia dhënë personin që Zoti ka. Dhe kështu është dhe ana tjetër. Kur ne rritemi larg fjalës së Zotit dhe rritemi vetëm nga mënyra se si bota mendon, e cila e ka treguar, vërtetuar se sa e rënë është dhe këto na mëson bota. Kur ne rritemi dhe mësohemi të veprojmë, përdorim jetën tonë vetëm siç bota na udhëzon, kjo nuk do të na bëj kurrë të lumtur. Bota ofron vetëm një lumturi të çastit. Fjala e Zotit nuk është e prapambetur, por është e vërteta. Kur ti nuk i bindesh fjalës së Zotit, ti nuk dëmton Zotin, por veten tënde. Fjala e Zotit është manuali i jetës që të tregon se përse je krijuar dhe se si do të jetosh në mënyrë që të jetosh një jetë me bollëk në të gjitha aspektet. Fatkeqësisht ne jetojmë në një kulturë më të gjerë që e lë martesën në plan të dytë, duke e shtyr atë derisa të jetë arritur qëllimet tona të tjera. Ne themi, sa po të bëj ca lek të siguroj një shtëpi, bla bla bla, atëherë do shoh për martesë. Në të njëjtën kohë dëshira jon për intimitet fizik dhe për marrëdhënie nuk zhduket. Si rezultat, ndërkohë mund të gjendemi të përfshirë në një sër aferash emocionale dhe seksuale jashtëmartese. Mark Rangerës thotë kështu. Dëgjoni pak, se shumë interesant. Thotë, shpesh njerëzit që kanë vendosur të presin për martesë, derisa të realizojnë disa gjëra, më pohojnë se ndodh që përfshihen në marrëdhënie seksuale. Një gjë që nuk i pyes kur është pse. Unë e di pse, sepse seksi të bën të ndihesh mirë, ndihet i lidhës, ndihesh thellësisht njerëzor. Nuk i fajsoj kur që dëshirojnë këtë. Seksi ka për qëllim të thellojë marrëdhënien personale dhe dëshira për të ka për qëllim të promovojë martesën. Problemi është kur ndodh jashtë martese. Duke e shtyrë martesën për një kohë të pacaktuar, ne vendosim veten në dështim. Ne u krijuam për intimitetin e martesës dhe kjo është dhuratë nga Perëndia, është paket e destinuar vetëm për martesën. Në këtë libër, në Kënga e Këngëve, gruaja është e gatshme të bëjë përpjekje të konsiderueshme dhe të marrë rreziqe sociale për të ndjekur këtë intimitet. Ajo është e gatshme të rrezikojë keqkuptimin, abuzimin nga ana e barinjve. Ajo thjesht dëshiron të jetë me të dashurin e saj. Ai nga ana tjetër i përgjigjet përpjekjeve të saj, duke mundësuar atë të gjejë rrugën drejt tij. Marrëdhëniet e vërteta ndërtohen mbi këtë lloj intimiteti, i cili kërkon kohë, përpjekje, gatishmëri për të marrë rreziqe.
Megjithatë, miq, në një botë të rënë, një intimitet i tillë është i vështirë për t'u gjetur, madje edhe brenda martesës. Është fatkeqësi që mendësia e njerëzve sot e ka injoruar ose denigruar martesën si të panevojshme, ose si diçka që mund të shtyhet lehtësisht për një kohë të përshtatshme në jetë, kur të vinë më vonë. Nga ana tjetër shpesh ndodh që shumë besimtarë tashmë e shohin martesën sikur të jetë perfekte e gjithë një muaj mjalti nga fillimi në mbarim. Dhe kur martohen, fillojnë dhe zhgënjehen. Një zhgënjim që fillon dhe rritet derisa shkatron gjithçka. Martesa është përkushtim i vazhdueshëm gjithë jetën, në të mirë dhe në të keq, të dy bëhen një. Kjo nuk ndodh brenda ditës, por është udhëtim përkushtimi. Për shumë njerëz martesa është një shkretëtirë e thatë dhe shterp në vend të jetë një tokë ku rrjedh qumësht dhe mjalt. Për shumë njerëz kur fillojnë problemet në martesë, zgjidhja e tyre është shumë e gabuar, largimi. Është e lehtë për ne të kërkojmë intimitet në të gjitha vendet e gabuara. Mund të kërkojmë atë përmes formës së rreme të pornografisë, letërsi romantike ose përmes marrëdhënies seksuale jashtëmartese, në një përpjekje për të mbushur boshllëkun ton të brendshëm. Në këtë rast, ne ndjekim dëshirën tonë të çrregullt ose të zhgënjyer për intimitetin me një person. Kënga e këngëve na kujton se dëshira jon për intimitet është në thelb një dëshirë mirë. Thellë në shpirt, të gjithë dëshirojmë atë që dëshiron gruaja në këngë. Dikë që e gjen të bukur, pavarësisht lëkurës së saj të errët. Dikë që do ta afirmojë atë, edhe pse vështirësitë që ajo ka përjetuar brenda familjes së saj e kanë lënë vreshtin e saj, trupin e saj të pakultivuar dhe të çrregullt. A është e mundur të shpresojmë për një dashuri të tillë? Po, është. Në fakt kjo na inkurajojnë të kujtojmë se ekziston një oazë romantik në shkretëtirën e jetës. Intimiteti nuk është një ëndër e pamundur pas së cilës përpiqemi më kot. Ekziston shpresa për të kapërcyer hendekun, boshllëkun që na ndan si burra dhe gra. Dhe ky është intimiteti me krijuesin. Megjithatë, intimiteti njerëzor nuk ka për të qenë i përsosur, por shpesh gënjyes dhe ky është realitet. Madje dhe në martesë. Madje dhe kisha shpesh mund të na zhgënjejë dhe besimtarët gjithashtu mund të na zhgënjejnë. Madje dhe ne do të zhgënjejmë njerëz të tjerë, edhe në martesën më të mirë dhe kishën më të mirë. Dëshira tona për intimitet nuk gjen kurrë përmbushje të plotë në këtë botë të rënë dhe të thyer. Shpresa më e pasur dhe më e thellë e intimitetit nuk mund të gjendet në asnjë marrëdhënie thjesht njerëzore, pavarësisht nëse jeni thellësisht të lidhur me të tjerët apo një vetmitar, pavarësisht nëse jeni të martuar apo të pamartuar, intimiteti i vërtet në fund të fundit gjendet vetëm tek ai që na deshi para se të fillonte bota, tek Jezu Krishti. Dëshira jon për intimitet njerëzor, dëshira jon për të njohur dhe dashur thellësisht nga dikush që di gjithçka për ne dhe na do gjithsesi, është një reflektim i dëshirës son për intimitetin me krijuesin ton. E vërteta është se ne të gjithë jemi thellësisht të korruptuar nga mëkati, ne jemi të dëmtuar, të transformuar në brendësinë ton. Jemi të dëmtuar jo vetëm nga mjedisi ynë i jashtëm, por dhe nga format e shumta të mëkatit dhe idhujtarisë son personale në zemrën tonë. Ne dëshirojmë të jemi të bukur, por e dim thellë se nuk jemi. Ne nuk e kemi ruajtur mirë vreshtin tonë që prej fillimi. Më vonë në këngë, gruaja kënaqet duke ia dhënë vreshtin e saj, i cili përfaqëson trupin e saj me gëzim dhe në mënyrë unike burrit të saj. Mjerisht shumë prej nesh nuk e kanë mbrojtur pasërtinë në këtë mënyrë. Përkundrazi, e kemi lënë portën e vreshtit ton të hapur dhe muret e tij të pambrojtura. Të gjithë ne jemi të ndotur nga epshi ynë, tek Mateu kapitulli 5 vargjet 27-28, kur vetë Jezusi na tregon për një standard dhe mate veten me këtë standard. Shiko si thot Jezusi: ju keni dëgjuar se të lashtëve ju që thënë, mos shkel kurorën, por unë po ju them, tani mate vetë standardin me Krishtin këtu, se kushdo, cili do, që shikon një grua për ta dëshiruar, ose e kundërta, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vetë. Dhe kjo na bën të gjithëve në kohë të caktuara shkelës kurora. Askush prej nesh nuk e ka mbajtur vreshtin e mendjes son të pastër dhe të paqortueshëm.
Çfarë shprese ka për njerëzit e plagosur dhe të thyer si ne për të gjetur intimitetin e vërtet me Perëndin që zbulohet në shenjtëri? Ne e gjejmë përgjigjen tek ai që është dhe mbreti dhe bariu ynë tek Krishti. Në vend që të pres që ne të dalim në vapën e ditës duke kërkuar atë, bariu ynë erdhi duke na kërkuar. Jezusi duroi talljet, abuzimin në ndjekjen e tij për ne, ndërsa hyri në shkretëtirën e ashpër të kësaj bote, duke kërkuar të na gjente dhe të na shpëtonte, ne që ishim plotësisht të humbur dhe që kur nuk patëm dashuri natyrore për të. Ai la pas intimitetin e përsosur që kishte gëzuar me atin që nga përjetësia në mënyrë që të na jap një intimitet me të që e kishim përçmuar dhe humbur përmes mëkatit ton, një intimitet që nuk e dinim kur se kishim nevojë, madje as ta dëshironim. Për të fituar atë marrëdhënie intime me ne, ati plagosi, shpërfytyroi, vrau birin e tij të dashur në kryq për të paguar për mëkatet tona, për të paguar për atë pabesnikëri, për të paguar për çdo ndyrësi. Jezusi nuk kishte bukuri apo madhështi në pamjen e tij për të tërhequr njerëzit drejt tij që në fillim, por në atë moment kulminant të historisë, ai u godit për te çdo kuptimi. Isaia 53 na tregon për të pjesë. Në kryq drita u largua, errësira me thellë dhe me ftohtë, jo vetëm fizike që Bibla na flet aty, por madje dhe e shpirtit e mbështolli birin, ndërsa i mori errësirën tonë brenda vetes së tij. Megjithatë, nëpërmjet asaj sakrifice Jezusi na vesh me rrobat e lavdishme, mbretërore, të drejtësisë së tij, duke na zbukuruar me një bukuri maramëndse që nuk e meritojmë dhe nuk mund ta fitonim. Errësira jon trajtohet një herë për gjithmonë, e përpir nga bukuria e tij. Tani drita e lavdishme e fytyrës së Atit shkëlqen mbi ne për gjithmonë. Ky është ilaçi për të gjitha përpjekjet tonë të dobta, të dështuara për të gjetur intimitet me njëri tjetrin. Sa jetë shkatrohen dhe vazhdojnë të shkatrohen, sepse nuk janë ata çfarë mendojnë. Sa jetë sot në kohët tona, madje po ju mësohet njerëzve duke ju thënë që fëmijë, dëgjoni nëse je djalë, ti mund të jesh i burgosur në trupin tënd si djalë, po ti mund të jesh vajzë në brendësinë tënde. A e kuptoni se çfarë lloj shkatrimi është për karakterin teksa formohet jeta e njeriu? A e kuptoni se sa larg shkuam ndaj asaj që Zoti na bëri, se sa larg u endëm nga Edeni? Por mos haro, ky është ilaçi për të gjitha përpjekjet tona të dobta dhe të dështuara për të gjetur intimitet me njëri tjetrin. Burrat dhe gratë, qoftë ata më të mirët, kanë mëkatuar shumë herë kundër bashkëshortëve të tyre dhe nuk i kanë dashur ata siç duhet. Të gjithë ne, qofshim beqar apo të martuar, kemi dështuar vazhdimisht të ndjekim Zotin dhe ata përreth nesh me pastërti, duke zgjedhur në vend të kësaj të ndjekim intimitetin e lehtë, por të rrem të ofruar nga idhujt e zemrës sonë. Sa e bukur është kjo, vëzhgoje. Sa i mirë është ky, shikoje, shijoje. Jo, futu në kështjellën tënde dhe aty gjej bukurinë. Megjithatë i dashuri ynë ende na fton të kalojmë nga shkretëtira jonë te oazi i dashurisë së tij. Ai na quan më të bukurën e tij dhe na mirëpret të ndajmë intimitet të thellë me të. Jezusi di gjithçka për ne, për ty, për mua, duke përfshirë sekretet më të thella, më të errta, që nuk e kemi ndarë ndonjëherë me askënd tjetër në tokë. Ato gjëra që vetëm shpirti yt i di. Sa keq është një këngë popullore në Shqip. Hallet e mia nuk i di as Perëndia, këndon Vaskë Curi. E tmerrshme. Zoti jo nuk di hallet, si nuk i di Zoti hallet. Zoti di dhe mendimet e tua të cilat thjesht kalojnë dhe nuk qëndrojnë tek ti. A kush çfarë mund t'i kalojë Perëndis pa u vënë re? Megjithatë, ai ende na do dhe dëshiron të kalojnë përjetësinë me ne. Ja intimiteti dhe dashuria e vërtet për të cilën ne të gjithë dëshirojmë, e ndërojmë, e kërkojnë dhe vetëm aty do të gjej përmbushje shpirti ynë. A është ky shpëtimtari dhe i dashuri tënd i vërtet?
Historia e marrëdhënies sonë me Zotin nuk është as dashuri me shikim të parë, as një urrejtje ndërsjellë që transformohet gradualisht, si tek e Bukura dhe Bisha. Përkundrazi është një histori e dashurisë së pandryshueshme, nuk ndryshon, që ka Zoti për të vetë dhe urrejtjes sonë krejtësisht të pasyshme ndaj Tij. Ai na thërret të shkojmë tek Ai ashtu siç jemi, por ne refuzojmë ta pranojmë atë për atë që Ai është, krijuesi dhe Zoti sovran i universit. Ne përpiqemi të ribëjmë atë në një hyjnim të rehatshme. Dëgjoj Zot, se kështu siç je Ti mua nuk më pëlqen shumë. Un kam qejf të bëj një Zot të këndshëm për mua. Një Zot që do të më shërbej, që do të më bëj çfarë dua unë. Një xhin si Aladini që ta fërkoj 3 herë edhe Ti më jap dhe më plotësoj çdo dëshirë. Në vend që të ndodhe kundërta. Shpëtimi na vjen megjithatë kur heqim dorë nga përpjekjet tona për të ribërë këtë lloj Zoti sipas shëmbulltyrës sonë dhe në vend të kësaj përkulim zemrat tona para Tij, të vërtetit në nënshtrim, duke hapur për të marrë frymën e Tij të shenjtë dhe për të filluar të ndryshojmë në shëmbulltyrën e Krishtit. Zemrat tona ngrohen ndërsa meditojmë mbi Ungjillin. Sa më shumë të shohim dashurinë e Zotit për ne në kryq, aq më lehtë do të jetë për ne të nënshtrohemi dhe bindemi atij, duke mësuar të zbatojmë të gjitha ato që Ai na ka urdhëruar. Ai ka filluar ky transformim në jetën tënde, në ty, ndërsa ndalon rezistencën tënde ndaj Krishtit dhe i nënshtrohesh ftesës së Tij të dashur për të ardhur dhe për të marrë jetë prej Tij. Nëse keni filluar një transformim të tillë, apo e lejon vlerësimi i Perëndis për ju të formojë mendimet, dëshirat, ëndrat tuaja, apo lejon fjalën e çmuar të Zotit të vijë tek ti, të shenjtërojë, të formojë, të jap atë formë të mrekullueshme që Ai ka dëshirë të kesh. Nëse Ai ju quan të bukur, nëse mbreti i universit të quan të Tij, të quan të bukur, pavarësisht thyerjes tënde, pavarësisht çdo lloji problemi, qoftë edhe të vazhdueshëm, a nuk je vërtet e bukur? Pavarësisht se çfarë thonë të tjerët për ju, ose çfarë thonë zërat në kokën tuaj, nëse Jezu Krishti kryqëzuar ju quan të dashurën e Tij, atëherë kjo është ajo që ti je në të vërtet. Ju jeni i dashur nga një dashuri e përjetshme. Ti je i dashur nga një dashuri e përjetshme. Ju jeni të Tij dhe Ai është i juaj, të përqafuar nga një dashuri që nuk do t'ju lërë, nuk do t'ju braktis. Sot dhe çdo ditë lejoj që ky realitet të drejtojë mendimin tënd, duke edhe një gëzim që asnjë lloj pikëllimi apo humbje në tokë nuk mund t'ju arrëmbej dhe një paqe që asnjë provë nuk mund ta shkatërrojë. Kur errësira juaj ju shtyp, le të jetë kjo streha jote. Le të jetë Zoti kështjella jote. Qielli dhe toka mund të zbehen dhe të ikin, por ju mund ta dini këtë. Ju jeni të Tij dhe Ai është juaj përgjithmonë. Le të lutemi. O Atë, fjalët janë shumë të cekta, shumë të dobta. Fjalët tona nuk mund të përshkruajnë as vetë qënjen tonë të rënë dhe gjendjen e vërtet të brendshme. O, sa të varfra janë fjalët tona. Zot, sa të padenj jemi për të përmendur vetë fjalën Zot. Zot, sa egoist dhe të ndyrë jemi në qënjen tonë, të kamufluar nga inati, nga zemërimi, nga egoja. Jemi qënje që presim të na bëjnë masazh në çfarë lloj forme gjithë të tjerët, por kur nuk denjojmë që të ulemi dhe të nënshtrohemi. Jemi rebel në qenien tonë të brendshme dhe shpeshherë kjo na bën të ndihemi rehat. O Zot, faleminderit që na tregon përmes fjalës tënde thyerjen tonë, sepse sa e tmerrshme është kur nuk e dim se çfarë kemi dhe çfarë jemi në të vërtetë. Por në të njëjtën kohë, Zot, sa e mrekullueshme është dashuria jote e shfaqur. Zoti, le qiellin, le fronin për të ardhur, për të bërë si një prej nesh, për të jetuar në mezin ton, për të tallur nga ne, për të kryqëzuar nga ne, për të pështyrë nga ne, për të goditur nga ne, për të vendosur kurorë me gjëmba nga ne. Dhe dashuria jote kur nuk mallkoi, dashuria jote kur nuk ishte një dashuri reciproke, në më do të dua, në s'më do s'të dua,
por ishte një dashuri e përjetshme, sakrifikuese. Na mëso, Zot, që do të ndalemi nga vrapimi ynë në këtë botë dhe do të marrim një kohë për të reflektuar, për të kuptuar se cili është kuptimi i jetës, për të gjetur në Krishtin gjithçka që në shpirti ynë ka mungesë. Dhe në të njëjtën kohë, Zot, ti je Zoti që na ke dhënë shijen e mrekullueshme të një intimiteti. Na mëso, Zot, që do të jemi të shenjtë, do ta përdorim këtë gjë ashtu siç ti na ke dhënë, sepse aty do të gjendet kënaqësia dhe bukuria e vërtetë. Në emrin e Jezusit të lutem. Amen.